Romanca mes Brikenës, Selmanit dhe Mateos në shtëpinë më të famshme ka marrë një tjetër dimension emocional, duke forcuar edhe më shumë pavarësisht distancës dhe izolimit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Vetëm pak ditë pasi Brikena përfundoi rrugtimin e saj në spektakël, një surprizë e veçantë ka mbërritur për Mateon në mënyrën më të pazakontë. Një parashutë romantike ka fluturuar mbi oborrin e shtëpisë, duke mbajtur një mesazh të qartë dhe të ndjerë, të presme fitore, të dua. Ky gest ka tërhequr më njëherë vëmendjen e banorëve dhe ka emocionuar jashtëmasë Mateon, i cili është parë dukshëm i prekur nga ky moment. Ai nuk i ka fshirë emocione duke e përshkruar surprizën si një nga momentet më të veçanta të eksperiencës së tij në shtëpi. Sipas tij, mesazhi i ardhur nga ajri ka pasur një peshë shumë të madhe emocionale dhe ka forcuar edhe më shumë lidhjen e tyre. Kjo surprizë vjen menjëherë pas deklaratave të Brikenës në daljen e saj të prag publike pas eliminimit, ku ajo u shpreh se eksperjenca në reality show i ka sjellë jo vetëm një rrugtim të fortë emocional, por edhe një lidhje të rëndësishme personale. Unë nuk dola e humbur nga ai program, përkundrazi, fitova dashurinë, ishte deklaruar ajo. Brikena gjithashtu ka treguar se marrëdhënia me Mateon po ecën në mënyrë shumë pozitive dhe jashtë shtëpisë, duke theksuar se familjet e të dyve e mbështesin këtë histori dashurie. Ndërkohë pritet të shihet se si do të vazhdojë dinamika e tyre në ditën e vijim, ndërsa finali e spektaklit po afron dhe emocionet brenda lojës po rriten gjithnjë më shumë. Nga ana tjetër, Mateo ka deklaruar brenda shtëpisë së famshme se dasmën më të madhe do e bëjë jashtë dhe mezi pret të takohet me Brikenën larg kamerave. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.